Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërkohë vëllezër, edhe sot në këtë ditë bekuar, ditë xumaje, po takohemi në këtë vend, duke lutur Allahun e mënduar që na i pranon veprat tona të mira, na i falë Zoti mëkatet dhe të na udhëzon vazhdimisht në rrugën e drejtë. Ne kemi filluar në takimin e kaluar, do të xumën e kaluar, me shpjegu një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam, i cili flet se kush është njeri i mirë. Madje kush është njeri më i miri dhe cilat janë veprat që Allahu xhalla xhelalu i don. Këto dy pyetje janë pyetjet më kryesore që e interesojnë njeriu mbi fytyrën e tokës. Si më bëj dashur te Zoti dhe cila është rruga që më shpihem çan deri atje. Dhe kemi thënë se pejgamberi ka thënë, njeri më i mirë, njeri më i dashur është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ai që më shumë t'i bën dobi njerëzve, ja shojnë hall kohajrin që ky është njeri më i mirë. Ndërsa kur ka folë për veprat më të mira, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj ka përmendur se veprat më të mira tek Zoti xhallahu ala është disponimi që ti ja shkakton një besimtari me gëzu një musliman, me disponu, mos me shqetësu, mos me hidhru. Gjithashtu për asaj që ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasallam është të largosh brengën, të ushqesh një musliman dhe nëse ke mundësi edhe borxhet me ndihmu me ila. Këto kanë qenë 4 vepra që kemi folë për to në takimin e kaluar, që Zoti xhallahu ala i dën më shumti. Dhe kemi thënë se në hadith që jemi duke trajtuar këtë hadith, ka ende disa udhëzime tjera që janë plotësim i kësaj përgjigje. Në pyetjen që i është bërë Muhamedit alayhi salatu wasalam, se kush është njeri më i mirë dhe cilat janë veprat më të dashura tek Allahu xhallahu ala. Andaj pas të në 4 që i ceka, vazhdon Muhamedi asëm duke thënë në vazhdim të hadithit, të eci me një besimtar, të shkoj me një musliman, me një njeri, edhe me i akry një pun, me shku me eci me ta, me i një mu, me kon krahi ti, që aj me kry një pun, ka thënë pejgamberësën për mu është me dashun, se një mu i dit me umshel në gjami ta me një tikaf. Gjamia pejgamberit asam, Medina, ka vlerë të madhe. Dhe më thonë të ndërru një namaz me e falë në gjami të pejgamberit, është sa 1000 namaz me i falë dikon tjetër. Ndërsa me i falë një namaz në qabe, është sa 100.000 me i falë dikon tjetër. Përshka kësa të vene në shajta, dhe Zoti xhallahu ala atje ka ngritë se vapin shumë. Për këtë arsye, çdo musliman duhet që mu përpjek, rana mundësive, elhamdulillah që Allah se ka bo obligim për gjithë kanë, po kush i ka mundësit, mirë, po mirë është njeri me umunu, me mundësit, qofte me vjetë, me mledh, e mos me dalë për i kësa dunja, pa i pa ato venet shajta, ato venet bekume, me shku Zotin xhallahu ala atje me adhuru, edhe me i kryet obligime që i kemi ndaj Zotit në ato venet. Andaj pejgamberi ka thënë, me gjithë vlerën që ka xhamia janë, një namaz, 1000 namaze, më falë të na, ose dikun tjetër, përës në qabe. Plus kësaj, itikafi, do në ditë që itikafi 10 ditë mbrapa të Ramazanit, kush ka qef, mshelet në xhami, rren në xhami, bën ibadet, zdel, as nuk bën muhabet kot, as nuk hub vakt, po mbyllet në xhami që ato 10 ditë e mbrapa me kërku natën e kadrit, janë natë më të mira të vitit. E paramendon për të pejgamberin jo 10 ditë, po 1 muaj ditë më mshel në xhami teme, çfarë vlerë ka? Do të thotë më dashur për mua se kjo është me i net gati një vllau tem, një miku tem, me i një mu, të i krym punën e tij. Ai të ndërozër, gjitha ibadetet, adhurime që i bëjmë në për Zotin xhallahu ala janë me rëndësi, janë të dobishme. Nuk duhet besimtari asnjë punë të mirë me nënçmu. Çfarë do kofta ajo? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Wattaqun nara walau bi shaqqi tamra." Ruajuni nga zjarri i xhenemit, qoftë edhe me një gjysmë hurme. Në të kuptim simbolikisht, ti do këtë e pa vlerë, nështë një 10 cent, nështë një 15 cent,
nështë një kore buk, nështë një bardak ujë, ty s'doken një qka të mdoja, ama dikujt i krym punë. Prandaj mos e nënçmas një punë. Gjithçka çka është punë e mirë mundohu me e bo. Mirë po, edhe punë të mira janë shkollë, që janë këtë njëjtë. Me i bo mirë njerit është mirë, por me qëllua dhe kojshi është hala ma mirë. E me qëlluaj akrebajt hala ma mirë është. E me qëllu prindët mas mirë është e kështë më radhë. Andaj, gjitha të mira, mirë po, dalojnë me zvete. Pra ndaj edhe njëri, ndaj Allahu Xhallahu Ala, kemi obligime që duhet me i kry, po kemi edhe sunet në file. Ato janë mirë me i kry, po janë vullnetare. Si kurse për shembull itikafi. Mo msheljen në xhami nuk është obligative. Kur një tonë mos mo mshel, gjuna zban. Mirë po, me bo mo mshel në herë, shsevap shumë madh fiton njëri. E tash pejgamberi po thot, me mshel në xhami është sevap, mirë po. Me i nimu një njëri për mosh me dashur se mo mshel një mujtë në xhami. E çka ne jap kjo pjesë e hadith me kuptu të ndërmozëm? Shikoni Islami si na e rregullon jetën tonë edhe si na mëson që ne ti përshkallëzojmë edhe përsaktojmë nivelin e punëve tona. Na thamë që njëri më i mirë është ai që është më i dobishëm. E dobia që dikush e bën është dy lloje apo dobi që ja sill vetvetes edhe dobi që ja sill tjetrit. Ka dobi individuale edhe ka dobi kolektive, shoqënore. Nëse ti mshelesh në xhami edhe adhuron Zotin Xhallahu Ala, kjo është shumë e dobishme. Po dobia e kësaj kujt i shkon? Ti merr sevap. Ti shpërblehesh. Mirë po, a përfiton kojshia jot pe kësaj mshelje? Ja, s'përfiton drejt për drejt. Nga se ti e mshel, ti e ki sevapin. Prandaj është dobi individuale. Ndërsa me ecë me dikan, me shoqënu dikan, te të krym punën, me i nimu sa të munësh, kjo është dobi shoqënore, është dobi kolektive. E në Islam të ndërrullëzër, në mësën Zotë Xhallahu Ala që gjithmonë, përveç obligimeve të caktume, normale të smunëm i dhonë për parësi kërkujt pas 10 vetës, mirë po në shumis në rastave, dobia kolektive, dobia shoqënore, ka përparësi ndaj dobis individuale. Prandaj, sa ma shumë njerëz përfitojnë për dobis tonë, për ibadetit tonë, e qaq ma shumë shpëlim të ka Allahu Xhallahu Ala kia. Dhe kështu Islam me këtë porosime këtu dhëzim, fillimisht në e lufton individualizmin, egoizmin, smundjes shoqënore që po e rrezikojnë llojin njerëzor sot. Njëri mos me konë veç për veti, egoist. Mirë po me menu që edhe të tjerë mi u dobi. Edhe kur ky egoizëm është në emër të adhurimit. Përshë edhe kur ndoshta unë jam egoist, po ky egoizëm jam është për sevap me fitu, më mshel në xhami. Asa atëherë nuk kam mirë me konë egoist, po mirë është me menu edhe sevapin me eda me tjertë. Edhe sevapin me mujtë me mundësu me fitu me tjertë. Që gjithë mund besimtar tjetë shoqënor, integrum shoqëni, i dobishëm për shoqëninë, për vendin e vetë, gjithmonë ma shumë se që e këqy nështë interesin e ti dhe e qy dobin e ti personale. Prandaj pejgamberi s.a.s. në ka mësu që ne gjithmonë t'jemi dhe të tëtë me këtë vetdije të pajisur për t'i bërë mirë tjetërit. Kjo porosi e pejgamberi më thash, në e lufton egoizmin, në e lufton individualizmin, po gjithashtu edhe qëfar? Në mësën një pi ibaditeve të mdoja, aja është më mësu me i dhonë për parësi tjetërit para vetës tonë, në shumë punë. Prandaj Allahu Xhallahu Xhelalu të ndërrozë në Kur'an, ju e dini se pejgamberi ka lëviz, është shpërngull nga Mekja në Medinë ka shku, nga Mekja në Medinë. Muhaxhirët, shokët e pejgamberit që u larguan nga Mekja, shumica prej tyre nuk kanë pas mundësi me marrë kurrë me veti. Ju ndalë, do të thotë sikur se del refugjati, suni meraj qatë dënë me veti, qatë mërinë, nështë në i pare është në gjebë shefa, në dukata ma, kryesorja, suni meraj orendit e shpijës, trektin me veti suni merë, dugojnë me veti suni merë. Me rëndësie ka me pështu shpirtin e vetë, mu largu me ikë me familja. Ande edhe ashabët në ikë për Mekës, nga dhuna, nga presioni, nga agresioni, kura ishve të Mekës. S'ka në më shumë sa në Mekë, kur ka shku në Medinë,
shumica për tyne nga njerëz të pasur janë shëndru në fukara. S'ka pas, i ka met atje. Edhe ata që kanë arrit me marrë diçka me vete, në gjysë rrugë plot për tyne i ka zatet, ushtria Kurajshia u kanë marrë. Kur ka shkuar Medina se s'kan qenë shumë të pasur. Të kuptojm, kanë pasur, ata më shumë kanë bërë me të millëra, me bujqësi. Medina se s'kan pas tregti të zhvilluar. Mekka ka pas tregti, a Medina ka pas bujqësi, ka mbjell hurme, me to që ashtu ka pak kanë shit, kanë marrë, mas s'ka ekonomi e zhvilluar. Do të thotë, ata për vetë ja kanë dalë qysh, po me jartë tonë ata refugjat për i Mekës, ka problem. E Allahu xhallahu me mikpritin e ensarve, banorët Medinës, që ja kanë bërë banorët Mekës, e ka përmend në Kur'an. Çaq mikpritje të paharrueshme, burrnorja u kanë bërë që Allahu ja ka përmend në Kur'an. E një prej arsye pse Allah i ka lavdëruar në Kur'an është u yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allahu thot, ata i japnin përparësi vllaut vet, edhe pse vet kishin nevojë për të. Do të ndanin bukën, ndanin pasuninë, ndanin kët, japnin tjetër, edhe pse realisht ai kishte nevojë vet për ta. A më ndajke me tjetër. I jap kjo përparësi, domethënë nevojës së tjetrit para rahatisë së vetvetes. Në tjetri ka nevojë, më mirë është me e përmbush nevojën e dikujt se me përmbush rahatin edhe me përmbush nështë njëri luksin e tij. Prandaj besimtari i drejtë është ky që kështu e ka kuptuar Islamin, se kuptuar për vetë individualist. Unë më shkon në xhenet, unë më falun punë të mira edhe kaq. Jo, mundohet që këtë dobi me nda me tjerë, me kun i dobishëm për tjerë, edhe në aspektin e asaj që poston nga kjo dunja, por edhe në aspektin e udhëzimit të fesë. Këto egoizmi, të vëzën e ka dhe kuptimin tjetër ma gjonë. Ti e din sa mirë është që përfalesh, e që përgjënën, e që je besimtar. Ti shpreson me gjitha këto që Zoti Gjellë Gjellalu me shpërbly dhe nesër me të qunë gjennet. A që kjo është shpresa jonë, na përqita këto puni krym. Allahun me adhuru që përmes të adhurimi të jemi ndaj Allahut mirënjohës, falëndërues dhe Allahut na shpërblen për këtë mirënjohje dhe na shpëjen në xhenet. Mirë, por nuk duhet besimtar me kon veç për veti. Mirë me do këtë udhëzim, me do këtë mirësi me anëtarët e familjes, me akrebat, me kushërit, qysh e kështë do bukën me ta, e kështë do ujnë me ta, e kështë do keqaki me ta, daj edhe fen me ta, daj edhe udhëzim me ta. Sa të ki mundësit, nuk mund është ti me zërë kërkan lërga saj. Mirë, po, rriu ka pa gati, me fjallë të mira, me një udhëzim, me një porosi, mere me vetin gjuma, hajde të i veç përvaje, këqyre, s'ka kurgjë, kurgjë zbohet, përvaje, nështë ta dënë Zoti, e gjenë vetën, një porosit mirë, një fjallë të mirë, hajde kështë shkem të bona, kurgjë s'ka këto fjallë të mira, po edukohemi, po mësohemi, po përkujtohemi, e kështë më radhë. Prandaj, edhe këto doje me dikën tjetër, nga se kitë se hapë të ka Allahu Gjallahu Ala. Ki shpërim të matë të Zoti Gjallahu Ala. Prandaj besimtar duhet tjetë, thash, gjithmonë me këtë vëdije. Dobija kolektive, dobija shoqërore, tjetë pa dyshim, ajo që e ka prioritet besimtarin në jetën e tij, madje edhe para interesit të tij personal. Në vazhdim pejgamberi sa thot, do të thotë në vazhdim të këtij hadithi ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, "Wa man kaffa ghadaba satara Allahu awrata." E kush e përmban veten hidhrim, ja mbulon Allahu tmetet e tij. Që njëri kur të ka pidhnimi, ka herë flet fjalë që i bjen pishmoni për to masane. Bën veprime që dënë me i gjbo, po fshtani nuk gjbon ato. Merë vendime që është pishman për to, po së ne anulan atë vendim mu. E na ka mësu pejgamberësëm që në hidhnim mos fal, mos merë vendim, nalu pak, qetësohu pak, pastaj fal. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi na ka mësuar që kur dikush është në hidhnim të madh, mos pari mos më fol. Mos fal. Rrugë gjuhën. Pastaj ka thënë ulu, nëse jeni kom ulu, bëni një veprim pak që e zhvendos vëmendjen ose ec, largohu pi venit ku ta ka shkaktuar hidhnimin. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, ruajm nga shejtani se ai po mbështin. Ai po mbështin me bë keq. Ta hjek Allahu xhallahu hidhnimin. E njëri kur është i dhnushëm, mund me bu vepra që
thash tani vjen marrë për to. E gjithkush prej neve ka herë kur të hub kontrollin bën diçka që me bo mi e njëzu dikush pare kështë jep mi e hekë që ata pëllëm. Jo pëse s'ja mune që kjo, po mi e marrë qysh pas në bo. Marrë për qysh pas në përtit. A që kjo ka konuna, dhe marrë. E ka thonë pejgamberësëm, mos më ngushtua, mos më tarë marrë, dash me timlua Allahu marrët, e me timlua Allahu gjallëvat të metat, për mbaje vetën hidnim. Për mbaje vetën kër i hidnushëm. Mos merë thash vendime. Njëri erë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i tha, oj dërgumi Allahut, ma jap një porosi. Këshillam diçka. Pejgamberi son e njifte këtë njerë që shpesh i bëj ka vekja mu idhnu. I tha la taghdab, mos të idhna. Tha ja Rasulullah, e tjetër, tha la taghdab, mos të idhna ti. Çka që për ty çka është? Mos domthon e ngrit temperaturën e vetvetes me idhnim, se pastaj po bën punë që po t'i prish ato këtë tjerat. Pra njeri në ndërruar ka mundësi që me bo punë të mira shumë, me inimu dikujt, e me u gjetë dikujt, në moment caktuar, me thonë fjalë pidhnimit, me e prish keq që e ka inimu. Me ja thonë një fjalë tronë që nuk mundet pastaj me omëlsu atë idhësim me kushte që ka me bo mirë. Dhe kujdesu, se ndoshta mundesh me e lëndu dikën, lëndim që shtirë me a gjithë pastaj ilaçin. Prandaj besimtari kur është në situata të idhnimit, nuk shpërthen, nuk flet mirë, po e përmend Zotin xhallal xhelalu. Largohet për t'i vënë. Qetësohet njerë, pastaj analizon çfarë ka ndodhur, pastaj analizon situatën. E nëse ka nevojë me marr masa, me fol diçka, tjetër flet, tjetër masa merr kur është i qetë e jo nën presion e idhnimit. E idhnimi ka mundësi me kaluar deri në mllaf. Do me koni mllafosur tani më me hub komplet kontrollin. E ka thonë pejgamberi në vazhdim të hadithit, e kush e përmban veten kur është i mllafosur, tash kjo është mana e idhnimi. Edhe ka thonë pejgamberi me dash ky njeri me shpërthy, mundet me shpërthy. Se ka re mllafosur, po zguxon me shpërthy. Se ashtu është situata, zguxon me partit. Se mundet me na kushtua ja e tani ruhem. Jo kështu, jo ai që përmban lefin pejtute. Jo që e përmban lefin pej asaj që ka mundësi me gjithë, ja. Pejgamberi më kanë ai që e përmban lefin walau sha'a an yumdihu amdah, me pa dashtaj me shpërthy e shpërthan, me pa dashtaj me veprun në bazë e ban, po s'po dan me po kët. Veç për hir të Zotit e ka përmbledh mlefin e tij. E ka nal në vetë e tij, s'ka shpërthy. Ka thonë pejgamberi, kush do të thotë e bën kët, kush çështo sillet, Allahu ka më amush zemrën ditën e gjykimit shpresë në shpërblim tina. Don kur fartute kush ka më pas në gjykimit. Në gjykimit njerëz të ndëruar, shumë njerëz ka më pas e shumë friksime, ka më pas panika, trishtime, nuk është pamje e lehtë, nuk ka më kon ditë e lehtë, ajo është ditë e vështirë, Allahu na e lehtoft atë ditë me dal faqe bardhë, me kalu faqe bardhë, nuk ka më kon shumë lehtë ajo punë. Mirë po, ka me pas njerëz që Allah ka me u largu çdo grimc, çdo thërmi të frikës nga zemra, ka me u ambush zemrat veç shpresë, veç ymit, veç mendim të mirë për Zotin, ata s'kan me pas frikë. Kush janë këta? Një për këtyre është ai që mllefën e ka marrë, nuk ka shpërthy. Nuk ka shpërthy me bo, domthon, me bo pastaj kërdi para tjerëve, Zoti na ruaj me mllefën e shpërthym. E sa njerëz të ndërmozë ndoshta moment sa i ka shpërthym mlefi, ndoshta e ka vrarë dikon. Ndoshta ka plagos dikon. Ndoshta është kacafit me dikon. Është rrah me dikon, ose ka bu veprime. Madje ka njerëz të ndërmozë, ka njerëz që nga mlefi i mall i shkaktuar që është te i kalim i kufinit të hidhnimit tani ka kaluar mlef. Ndoshta edhe i ka rraf fëmijët vet, hala me pasojë është. Allah na ruaj. Ai do me xhmo atë punë. Ta me bojnë, nështë mi adhonë atë shnetën e vetë fëmis që ja ka prish me ato goditje, po nuk gjbohet e punë mëpër. Andaj në mësën pejgamberi kujdes, gjithmonë, sa do që t'jesh i provokum, sa do që t'jesh i idhnum, sa do që t'arrim mlefi, gjithmonë metë në krymë i postë. Gjithmonë mëna mirë, ka dal një herë. Nga sa nëse e përmban vetë vetën, në qofë se kujdesesh, në qofë se vendos pengesa që mos me shpërthy, e vendos një pend mes teje dhe mes shpërthimit, Allahu ka me ta mush zemrën siguri ditën e gjykimit. Ka me ta mush zemrën shpresë në ta. Ki me koni sigurt, s'ka me pas frikë për ty. E të ndërlozër,
Nëse njëri në këtë dunja nuk shpërthen lef, e hub diçka, për shembull, e Allahu ja kompenzon me siguri ditën e gjykimit, a ka hub diçka? Kurrë. Wallahi në këtë dunja çka do që të lejsh për hir të Zotit, duke shpresuar se Allahu ta kompenzon ditën e gjykimit, dije se kurrë s'ke hub. Kurrë s'ke hub. Veç një sen, vëse me harxhu në dunja shkurt, e ke qitë në tonë, ka ahireti me e gëzu për gjithmonë. Ç'është kjo punë? Edhe të mlefi, edhe të idhnimi, po edhe të punë të mire të gjithë shka. Sikurse, një ditë, pejgamberi sa me ka pas një kurban e ka thirr, dash ka dosh sadak, edhe i ka thënë Aishës radhiyallahu anha, ç'kepe këtë kurban, ç'kepe u fukarave. Edhe aja e ka di që pejgamberi një pjesë, një hise të dashit e ka marak pejgamberi me hongër, ka qef. Njeri ka qef edhe me hongër. Edhe Aisha e ka shpërndo krejt, qëtë pjesë se ka shpërndo. Ka thonë pjalloj që të pejgamberi dhe të hanë kjo që ta pak, kërë ardhë, e i ka thonë pejgamberi, a e shpërndova ato që tash, sa ju konë zonë do me do punë, konë të qkepe jo që tu kështive, a kare bave. A i qkepe, do t'ja rësua, kete e këmë qkepe, veç një kofshë e këmë lonë se di që e ki marë, që ato e këmë lonë. Qëfar tha pejgamberi? Tha krejt e pas ke lonë për e që kofshës. Ato që e hojmë s'na e ke lonë ato. Ato që e ke qkip, që ato na e ke lonë. Që e na jetë të këzotë i Gjellewala. Ato që e kemi hongre, e u shku mo. Prandaj ato që e lanë për Zotin Gjellewala, kur nuk hup. Kur nuk dëmtosh, kur hiq mos gabon me lonë shejtan me të bëve zvese, a dikush me ta mbush menën se e pse si the, e pse si abona, kur atë punë që e bën për Zot mos i bëj pishmoni. Kur s'ki me hup. Nga se ka thonë pejgamberi sa men taraka shay'an lillah awadahu Allahu shay'an khayran minhu. Kush e lën një punë për hir të Zotit e kalon, për kur gjë? Që ky ka mujt me shpërthy. Ky se ka nol tuto, ky ka mujt me bërtit, ka mujt me radi kujt. Po për hir të Zotit e ka nol vetveten. Ka thonë pejgamberi sa kush një punë për hir të Allahut e lën, Zoti xhallahu ala ka me ia kompenzu ato që e kalon me shumë më të mirë. Ti po hen me vërtet tek ti me Zotin. Thosh ja rap unë për ty e lash këta, tash ti kompenzama këto që unë e lash. Edhe mos ki gale se kujt i ka mjet Zoti borx. Na jena borxlitaj. Na menajnë sejdë sa të jemi gjallë, s'u lojmë borxhin që keni ndezot, apo. Nëse Allahu xhallahu ala vazhdimisht jap njerëzve. Prandaj besimtari që kështu bën tregti me Zotin. Dhe e fundit që ka thënë pejgamberi sa para kohës së sezonit, e fundit ka thënë pejgamberi sa në lidhje me ato që nisëm. Aty fillim tha pejgamberi sa me ecë me një musliman me akry një punë është më e dashur për mua. Ai tha për veti. E në fund na tha edhe neve, tha o musliman. Nëse dikush për juve e shoqënon i rrin gati një muslimani, derisa ti plotësohet kërkesa, nevoja, ti kryet problemi, ka me ja forcu Allahu kom ditën kur kanë më dridh kom ditën e gjykimit. Ka me kone sigurt edhe kë. Ka herna për shembull në njëri keni që është i smut. E ke thirr telefon çushilla, mirë, çka ka pak smut, Allahu të ndihmoft, Allahu të çikash. Ai ka vazhduar me kon smut ndihmoj 2 muaj, se ka thirr më apo? Apo ti e ke kry tonën, ti e ke vetë fillim. Mirë po a ditë po thot vetë çpesh, te të mirë si është nosh. Apo, do mos e ndalë që më pak. Mos e kryvesh me një herë e pastaj jo, për cilla. Sa të ki mundsi, me qoftë për smundje, qoftë për barq, qoftë për gale, për çka do koft. Mundo me një gati, që nuk është obligative, barq, me thonë që nëse se qënë dhe në fund i bën gjuna, jo kështu. Ama ai që dënë Zoti me e forsu ditën e gjykimit, ai që dënë me marrë këto sevapë të mëdha, mirë është me një gati vëllaut vetë te kryen punën, mos me lën vetë. E nis me të, po edhe i bitis e përfundon me të tërë në fund. Nga se shumë është problem i madh, sikurse e ceka të ndëzëm, që besimtari me harxhu nga koha e tij, me dhënë nga mundi i tij, me shpenzu madje nga pasuria e tij, që gjitha këto të jenë në shërbim të tjetrit, që edhe ai të kryejnë punë, të largon telashe, brenge, edhe ai të përfiton nga ajo që Zoti xhallahu na ka dhënë. E kështu Allahu na e kultivon dashninë, e kështu Allahu xhallahu të ndërrozë na shton mirësinë, e na shton unitetin që po flasim për të në hutbë, dhe kështu Allahu xhallahu na jap jetë lumtur në këtë dunja edhe në botën tjetër. Prandaj këto janë porositë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ky mësimi i tij se çysh bosh njëri i mirë. Jo me thonë njëri unë jam i mirë ose zemrën e kam mirë. Zemrën e mirë leja Zotit.
ajo është e mbrëmshme. Na kemi qef me ti pa punë të mira vëlla, se zemrën sa shohim na. Na si shohim zemrën, ku e dimë çfarë zemre krijon ti? Na kemi me pas punë të mira, i bën mirë dikujt, e adhuron Zotin tan, flet mirë, çka kjo është i mirë. Ai që veç për vetë këshyr për tjerë. Ky thotë gjithë jemi mirë, po pejgamberi po ndryshe, s'po thonë ne. Ai po ndryshe. I mirë është ai i cili i bën dobi njerëzve dhe është i dobishëm për të tjerët. Allahu na bëft të dobishëm të ndërmjet për vetje, për familje, e për shoqëri, për njerëz. Edhe lutem Allahun xhallahu që kur sherrin, kur mos më na pa. As me qëllim, as pa qëllim. Allahu na ruaj që kur me fjalët tona kërkon mos më lëndu. As me durët tona kërkon mos më dëmtu. As me kurrë përveç se me u bë hajër e mirë njerëzve. Që kjo muslimani, që kjo është roli i besimtarit në jetën e tij. Të ndërmozimi në fund fillimisht ngjashni edhe plotësoni safat sa të mundi, rregulloni mirë sa të mundi dhe gjithashtu mos të harroj për në hutbe se pastaj atje po shkua më ndryshe, në detyria islame ka ardhur, ju dini se vazhdimisht porosia është që të rini gati edhe për vetën e juaj fillimisht se ka tema të mira, por edhe me ndihmu dalën e vazhdueshme të kësaj reviste, e krahasoj mos harrojmë prap ju përkujtoj për librin e Hoxhës Mollastanit, kush nuk kanë dëgjuar ose se ka pa, ju porosoj që ta keni edhe të kujdesni për të, nga se me të vërtet është investim i duhur. Njëri me nda diçka nga vetja ti për me i pas në shtëpinë e ti të përmbledhura në gjuhën e ti, porosit edhe mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj rrini gati sa të mundi edhe kujdesuni për vetën e juaj dhe për familjen e juaj, investoni këtë drejtim, e një për investime më të mira që e bëni për ju dhe familjen është që të siguroni diturit shëndosh edhe një liberi të mirë që cilën edhe nëse ju ndoshta se qelni, vjen dikush e qel, edhe ti e dek në atëherë, po sot e shleton dikush ty sevapet vjen në ahiret. Zoti ju shpëlbet që safa këtu ka zbrasti, që atje ka zbrasti, beconi safa dhe sa të mundi dhe lëni hapësirë për të jetë me himrana. Zoti ju shpëlbet. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.